Shikues të momentit, përshëndetje dhe mirë se vë takohemi sërish në edicionin më të ri të emisionit tonë, edhe sot do të jemi bashkë për minutat në vazhdim për që sjell kështu biseda interesante, mirë po dhe materiale të cilat janë të përgatitura nga ekipi ynë e të realizuara nga tereni, kështu që një mix mes intervistave edhe materialeve do të jetë ky edicion i momentit. Unë këtu e kam një musafire e cila veç është në studio në momentit edhe kam u kënaqur shumë duket muhabet për çefi llafet të cilat I kisha bo me të Jum Fitness pën kafe I bëj sot to se u bo më duket një kohë gjatë që si unë po me të, kështu që Gresa Hyseni, faleminderit shumë që jese në moment në si shumë e madhe. Faleminderit shumë për ftesën. Të më thonë ti mas një fitness, po vjen bile erdha në emision. Bile erdha në emision, s'ka lidhje. Qysh të kam, Gres? Mirë, si zakonisht të punuja, të edhen që nis dita jam, edhe ku më gjenë zakonisht, kur do në marrë me më po. E vërtet. Kështu që edhe sot e ndoj takuan edhe pata që shumë qef me qenë pjesë e emisionit tënë, se nduga gjë nuk kam qenë asë njëherë. Kështu që knatësi. Edhe për mua shumë knatësi e madhe me të pas këto edhe me fol gjëre gjatë, bile po ndokët që përveç të arriturave tua dhe krejt ato që e ki bo, kena qa me fol, nëse për kërka nuk kena me fol, për që të kamermanin cilin është mbrapa me, kena qa me fol, mund është me më tregu qa kish bo gjia nëse ish ardhën fitness, kështu që edhe që ato e mujna me javë bo gjithë një farë oferte. Pak ma herë të pat një energjistu për të mirë, kështu që mas gjimit I kam do punë me të dhe shie me akalzi veni. Me tregu shikuzve, Gjia kamermani jonë ju prezentu Gresës I tha, hej, unë jëm Gjia, trajneri fitnessit. Ti ja këtejve të unë jëm double G. Trajnere dhe karatiste, kështu që gjime në mirë para se me ardhë. Një me të regëm pak të që ke bashkë me në mirë para se me ardhë. Une gjithë jam kona si tipi që kom thonë, kam nevoj gjithë me pas një trajner, ose trajnere me cilin unë ushtrej, me mbo pak presjan. Ka tipa shumë sione që thojnë e du dikën që gjithë më shtenë marë fitness, për ndryshe së më shkohet. Ka tipa të shpesh sione, a jam që një veçantë. Zakonisht, një pjesë e madhe e klientave kanë qef me gjithë një trener të but, ose një trenere të but, për arsye se I konvenon që ashtu, mos me lodhë shumë, edhe me dalë me pina në kafe se diçka, une në shtap e kom prej sportit, nuk di kam një farë disiplinet kryu me mrena vetës tem, që këshyri edhe klientat mi bu si vetë. Dishë shkohen kur jena ato e kajlu në fitness, kam që me marrë shumë seriozisht, mas një mas gjimit mujna me dalë me pi kafe. E din edhe te paka shumë që të kom për ti, për arsye se e kom për të mirën tënde, edhe më ka ngu, se ka menu që jem shumë e but, po unë I kom thonë, ti nërë ma ka bu jone nuk po mëj me bu, unë I kom thonë ti vishtu për ko, po prap ke me bu, kështë që e ke bu, nuk ka po më duke të kom tut, për qëta si ka vjenë. Jo, veç, janë darë si e tjera, kështë të më në mund tjetë. Po për ndryshë sa është e nevojshme për një trajner, mirë po edhe për klientin, me pas që ta fërsin dhe shtaf. Fajn, adin jemi në fitness, e kemi aty disiplinën maksimum, po kur dalim jashtë fitnessit jemi shok, mundi me pi kafe. Sa mund është me majtë që të raport shumë mitësor me krejt klientat? Unë e mënej që mu e me majtë shumë mirë. Ndodhë në rast, normal që me klientat që I kini kur shumë gjatë, veç familiarizohësh, ama me shumicën e klientave për me punën e bëjmë njërë shumë profesionale, se kom qeve marrë shumë seriozisht edhe mund nështë ta nuk është esencat e paret sa fitoj prej kësaj, sa për mu është knatësi progresi një klientit, që nështë ta e ka ndryshu jetën edhe qaj klient, kur të shet dikosh që është produkti maj mirë dhe marketingu maj mirë për mu si trenere, edhe qaj fakt më gëzën ma shumë se sa nështë atë ardhënat. Me shumicën e klientave kam njërë profesionale, me një pjesë tjetër që ushtojnë që në kodë gatë, nërë bujnë adhaj gare, nërë dhënë më më kënë disponim, do më thonë nërë marim qëllë, po zakonisht është seriozisht. Po mani, kur të ushtrojnë ata për një kodë gjatë, po mdo këtë janë nisin edhe ty, ma ndaj me të njoftë kështë të për mirë si karakter, si person, edhe din, edhe të kuptojnë plëtsisht edhe në momentet kur të nështë ta nuk je disponimin të në matë mire. Po ajo është edhe normale, se edhe une gjithdo dhe se kam energjinë e botës, edhe pëse si njerë jem shumë energjik, nërë mu I mu konë down, po qaq mirë më njojnë, so që kër e shojnë që nërë vis po foli për diçka, vi që I grojnë punës edhe nuk ma prishin, është ta pak ma shumë. Do më thonë veç e krymë punën edhe mas ne I mujnë me vetë qa ki po, se sa je mirë, e cëlla është normale, se na e kryona një farë relacioni, ti mu nuk je trener klient, ti dyshysh e kryon një farë shoqënie, nështë ta këm edhe me plët klienta jashtë atë gjimit edhe dalë natën, pim daljem, festojmë, whatever, po kur vinë atë nesrin fitness, për shembull, disa klientët mija që dalë natën me to, nesit kur vinë fitness, jem kej tjetër njeri. Edhe ato e vazhdojnë muhabetin ku e kena lunë, natën e kalume që kemi pi, kur vinë nesrin fitness dhe për të thonë jem krej tjetër njeri, edhe kur ma bojnë që këndryshimi jotë,
këtë ma qmend, se s'muna me akseptu një grisë krejt ndryshë natën, krejt ndryshë në gjemë. Po që kjo është nështë ta balanci, që do është me ditë në ratë. Gjendajmë të këta që ushtrojnë, e ndështë me e kapet dhe një audiencë që nuk është që ka ushtru ndështë fitness ma përpara, sport ma përpara, nuk është që ndështë e ka pas një lifestyle, po thëmë kështu kushtimisht, që është dashme me qenë shumë i shëndetshëm. A është shtrajt me jetu shëndetshëm? Unë e mënoj që investimi ma i mirë është shëndeti. Një problem, një fakt që ndodhë të nga në shoqni dhe që më pengon, është për shambull të nga njerëz nuk kursejan mi ble një parë syza 1.000 euro ose 500 euro që ka do qoftë, se ato syza jashe dikush. Po, kër vjen puna të shëndeti, nështë ta me ep një 200 euro, i duken shumë se i duke që kërkas peshe që atë investim. Unë e mënej që investimi ma i mirë është që kjo, se nesër të do me jetu një pleqni të shnosh. Një pleqni që s'ki nevojnë është ta me të një mu kërkosh, mu një mirë me vetën, nuk do me thonë gjithë qysh me ndresh një trup me muskuj, sa ka rëndësi ona psishike, sa ka rëndësi mu një mirë, kur të vesh një tesh me pozve të besem, do me thonë, plot sene vjen edhe i fitën, edhe ato 200 euro as nuk duhen mund diskutu, saj përket kësaj, së është investim që sot ti nështë ta investim po nesër, s'keme pas nevoj me ble medikamente. Kështë që duhet mi kushtu ma shumë rëndësi kësaj pjesë me hekë këtë sen, si shpenzim, ose me menu që është shpenzim, po është investim trupin tënë, po shumë e vërdet, po tash në kras fitnessit edhe aktivitetit fizik që njerës të bojnë, mandej një pjesë shumë e rëndësishme e të jetuarit shëndetshëm pa dyshim që është edhe ushqimi. Tash nështë është bo një numër shumë i madh i fitnessave, i trajnerave personal që të ki mundësit shumë ta me zgjedhë qka po dënë edhe me këm po dënë me ushtru, po sa menën që nështë ta jenë të pakta venet ku na mujna me ushqy shëndetshëm. S'po flasë nështë ta për marketet që mundemi me ble produkte cilat na mundemi me pregadit, po e kon fjallin për një ushqim të gatshëm cilin ti mundesh me dalin pauze dhe me hungër. Sa kena venet që ti mundesh me ushqy shëndetshëm Prishtinë? Unë e mënej që ka, po s'ka mjaftu shumë. Vëq do dit e marrë shumë, se nuk është që i frekuentoj shumë këto vene, se zakonisht e marrë ushqimin me veti, po disa prej tyne edhe i një, disa që e në Prishtinë. Po mënej që ka nevoj hala ma shumë ushqime, hala ma të pakten me but shishme. Se na i dim plot vene Prishtinë që bojnë kësi ushqime, fillim e janisin, startën e kanë shumë të mirë, dheri sa të fitojnë klientelën, mas një kohë e prishin ushqimin, edhe do me thonë, ka nevoj jashtëzakonisht shumë për kësi senes, do mos për protein shakes, unë mënej që ka nevoj në për qytet, mu vendos kësi vending machines, për shembull, marrë një protein shake, që mas gjimit nuk i mundësi me shku në shpe, mosh me marrë rrugë qatë sen, ama prapë se prapë do të mu hapë shumë a shumë vende për ushqime, se nuk mënej që ka mjaftu shumë. Sa përqen është aktivitet fizike dhe sa mandej përqindja është tjetër e ushqimit, po flasë për rëndësine të dyjave. Se ta është për shamull na, po më doget, është e kotë me ushtru me pas aktivitet fizik, nëse ushqimi... Nëse s'ushqiesh mirë. Unë e thëmë, ti ushtat të ndita nëse keme shku në shpe me hongër, kes trupi s'ka progres. As njona pa tjetër nësë shkojnë. Ti mund është me hongër mirë, po nëse s'ushtran e ki një trup t'holl, një trup vital, po një trup me muskuj, se muskuj bëhen t'u qupesha. Kështu që as njona pa tjetër nuk shkojnë. Të dyjat kanë lidhshmëri. Ushqimi është 80%, normalisht që ushqimi është 80%, edhe aktiviteti 20-30%, ama dyjat kër i kombinon, bëhet një trup i mirë. Sa është e rëndësishme për dikon që nështë është fillestor në fitness, me kohën nështë shumë e nevojshme me marrja një trajneri personal. Se ta është nështë, për shembull, dikush që nuk ka ushtru paraprakisht fitness, vjen aty, nuk është nështë shumë i njoftu me pajisit edhe me mënyrën se qysh ato përdoren, edhe manej automatikisht ndikojnë negativisht edhe në trup, edhe në muskuj, edhe gjithë shka tjetër. Kështu që sa është rëndësishme me marrë dikojnë që është nështë një instruktori yti, një trajner që të stregon për gjithë shka. Unë e mënej që fillimisht i shkon mirë me njës nëse veç i ka të ardhënat, okej, me njës me një trener personal, sepse unë mënej që për sëllin profesion është një njëri adekuat, që ta tërgën rrugën, edhe pas taj tjetër është lidhshmëria ushtrimeve, ti vetë si fillestar nuk mund është me ditë se cili ushtrim lidhet me ushtrimin tjetër. Puna tjetër është simetria e trupit, ti dush me ditë simetrinë edhe anatominë e një trupit, se qka kërkan mu punu ma shumë dhe qka kërkan mu punu ma pak. Mas një pjesa kardios, pjesa e programit ushqimeve do të me qenë specifike dhe personalizume për personin fjallë, sepse asë një trup nuk është i njejtë, kështu që dhe programit do të me qenë ndryshme. Në mënej që se cili ka nevoj për një trener, nështë të njëtë njo, po një kod gjatë dhe risoj mësën do ushtri me bazë, edhe mas nej vazhdojnë me motivin e njejtë që
ta ka jep treneri. Apo ose shumë të shpeshta që veç bjen ndoshta me ndo me klienta, vinë ndoshta e shfrytëzojnë qatë 3 mujor, 4 mujor për marrë, me imësu ndoshta senet elementare cilat ata dojnë me imësu, edhe mandej ndoshta veç e stopojnë me trajnerin personal dhe vazhdojnë rrugtimin e vetë me fitnessin. Po, kjo ndodhë zakonisht të secili trener, që nështë ta klienta s'kan kohë, s'kan mundësi me ushtu për një kohë gjatë, po mu që am kënaqja ajo është që unë kam shumë klienta që kanë ushtru me mu një periudhë 5-6 mujore, 3 mujore, po të pak të në qatu që ja u kom mësu, ja u kom kriju një farë discipline që një tardmën nëse s'është me mu, do më thonë marrë me ushtru vetë. E ka dhe prej atyne që kër i shën rrugë, do më thonë kanë ushtru me mu, edhe mas e kanë stopu, i shën rrugë, edhe një u bërtas edhe i thëmë, do më thonë viso e konë me mu ke ushtrua, po që aty e shën që së konë shumë i vendosën edhe vullnetin se ka pas qast madhë, për vetën e vetë, për me pas konsistencë edhe me vazhdu mos monal, me arrit deri ku ka dashtë. Fitnessi po paraprakisht para fitnessit po mdogo të shto mujna kushtimisht me thonë që Gresa e ka një jetë me sportin përgjithësi, po e përfshi këto edhe fitnessin. Para fitnessit, karatea, qka të lidhe? Qka më lidhe me karatea? Po. Nuk di si fëmijë më konë shumë fëmijë gjallë dhe shumë fëmijë lëveshëm, edhe më kam pëqy gjithmonë sportet luftarake, artet marciale edhe treneri ku kam filluar me ushtru karate ka qenë Kojshin më haltëna, edhe babi ka thonë një dit, ata bibre një qikë se kam shumë gjallë, edhe mas një kam shku dhe treneri ka thonë babës, pse se ki pru mamati se qi ka shumë talent. Kuna e kush paraprakisht familje që është marrë me sport? Po, babi o marrë me boks, edhe nana është marrë me handball, kur u konë eri. Po në mëne që e kam pak pi babi, se babi u konë motivi maj malë që më ka pushirat, është të më smonajnë. Edhe mëne që jem konë talent, po për pos talentit edhe kom punu shumë, edhe kom dorë që asë zakonisht shumë si sport, edhe normal krejt njerës të njojnë Gresën se një karatiste, kështu që fitnessi është punë dytësore, karatja u konë punë e parë dhe dashnjeve maj madhe jetës, me më thonë. Atë mungojnë? Mungën ko gjash pesha e ndjenja e luftës edhe ndjenja e tatamit mu re në tatami është fjalla në stol. Dhe më ka morë molli shumë me ushtru, s'kom ushtru në 4-5 vjetë e kom nalë. Mirë po normal që më rana vetës karatën e kom pjesë... Gjatë qëti rrugtimi me sportin e karates, pa dyshim që kanë ardhë shumë tituj si pasoj e punës madhe që e ki bo. Tash, ndoshta, kur nalësh i menon krejt që to, shkën shpe, ishe, medalit ishe, krejt qmimet të cilat i ke fitu, kthej është pëndo këtë pak në kohë kështu dhe janë i stup, pse nuk jem të e bo alo që të sen. Ki raste shpeshta që një është nështë nostalgjike sa i përket saj pjese? Po, shumë shpesh ndodhë se ketë banesën ku e kam me medalja dhe si në zanë, se i kam me mira. Nuk i nëzën shumë shpesh kër e shë, po qajo jo më nësët, se karatja më ka bu fajter edhe njët, e të përdeshme edhe në punë, dhe më thonë kam disciplinën e kryu, me dhe mësu që të sen me bu vetë, me fajt për gjithë ka që duhe dhe qa du që ashti vetën s'kry, gjithë ka e arri, dhe më thonë me punë, me dëshirë dhe normal me energji. Mungën shumë shpesh karatja, se kom ushtru 20 vjetë dhe normalisht është eksperiencë pa harrushme që të njëtën kom më përcjellë. Kom ullëtu shumë, është ndryshe me ullëtu me paret e tuja, me vizitu një ven, edhe është ndryshe ku shkën, ullëton krejt botën edhe përfatëson venin tënë, e ki një farë bare për mi që dërë gjithësysh mi siguru medale venit tënë. Unë e kom fitu shumë gara, venin e pare kom fitu në botë, në Egjipt, në 2014, jam fitu se në për Las Vegas, gara shumë internacionale, në turnire, në Dubai, në për Zvistër, gjithë ka, do më thunë, kom qatë shumë sene, so që do nështë ta shumë ku për mi folë. Mirë po, unë jam qajo që jam sëtë, jam falë sportit edhe disiplinës që kom pasur atyre. Po dhe po mdogut kështu është ka gjani farë për mbushje edhe personale edhe profesionale në sport, po mdogut që përveç fiziku që ta mundet me ta ndru komplet kështu, edhe menin edhe në shta mënyrën se që është i menër, mënyrën që është me bo, thjesht po mdogut ndikën edhe në karakter të për shumë kështu si person, janë isë bo shumë ma i qetë po mdogut. Puna e karatis ki fjallëna? Në përgjithsi sportit. Puna e sportit. Unë mënej që qa do që bën, në momenti që jetu najnë shpe, ki kryt konstant menime negative dhe gjona që në shtas egzistojnë, vishtruni besën në qatu sene. Në momenti që ti futesh në sol, ose edhe në fitness, nëse jehi me stres, besëm që gjithë kona i thëmë, hajde se ki muni ma mirë, se ka për shumë ma i kliente ma bënë, s'po visë, se si jam dishka mirë emocionalisht. I thëmë, hajde, besëm, e nëziti marrë dhe një fitness, i thëmë, hajde se kur del për këtujt, besëm që s'ki muni qështë. Edhe për e me është, nëse një është keq, bë aktivitet. Hen fitness,
del me ecë, bë diçka natyrë. Po në shtanë e parë sekreti që do të me çu vetën deri në çfarë pikë sot ti me bind veten që veç pak bre se unë s'jam mirë, në shta s'jam sot në disponimin më të mirë në botë për me shku në fitness, po duna gjithësisht me shku për me e ndërru ndërsa që disponim që ka momentalisht. Që në shta duke na i marrë pak ma shumë kohë, nuk e kanë krejt natyrën edhe karakterin e njëjtë, edhe nuk funksionojnë asnjë njeri njëjtë, duke na vjen në shta kohë pak ma shumë deri sot e përforcon anën psiqike, deri sot t'ja nis pak me respektu veten, me dash pak ma shumë, edhe muni e sigurt në veten, edhe mas nejna s'ka kur gjusë që t'nalë. Vynë punë me ushtru dhe muskullin kërëstorë me nëjtrunin, si sot dhe që unë të thëmë ty hajde dhe me ushtru, nëse ti se ki dëshiren dhe vullnetin për me ndërru diçka të vetja jote, unë nuk kam shkop magjik me të ndërru ty, është i vetmi sen që ti dosh me bu për veti. Qërit, e përmende qëtë fjallin shkop magjik, po du pikrisht që to me undalj, shumë njerëz ndoshta përveç fitnessit, shkop magjik janë të e konsideru edhe shumë senet e cilat sot janë shumë trendi, janë të boni buj shumë të madhe në rrjetet sociale dhe gjithë kënë tjetër, po flasim ndoshta ma konkretisht edhe për Ozempikun edhe senet tjera të cilat ndoshta njerëz për me mrin rezultat shumë atë shpejt janë të i përdor për me humbë pesh. Qysh po e shet që to edhe sa ndoshta ja nisin tek kur i vrejnë rezultatet negative të cilat i kanë mja ditë rëndësin fitnessit? Unë e menoj që njerëz zakonisht e na para se me janis një senit, fitnessit, ose qka do qurë, para se me janis një senit, menojnë që është shumë letë. Momentin që e shohin qka kërkën, me mri një sukses, dorëzuhen shumë letë. E që kjo është diçka shumë e keqe që senet e mira, unë menoj që marin ku, edhe vish të vim pak dure me posë, përgjithsi, gjithë shka. Te na, njerës të këshyrin zgjidhen ma të letë me bosë, edhe sidomos zakonisht femnat. Edhe meshkujt po ashtu, po zakonisht femnat. Unë përbolla shumicën e klientëve kanë femna, kam edhe mashkujt, po te femnat këshyrin mënyrën ma të letë me bo një progres, një sukses. Ka ndodhë që kam pas klientë edhe më ka pyet për punën e Ozempikut, për me mëri diçka ma shpejt, i kom thonë, për shembull nëse e ka shtu një pesh për 20 kg për një vjet, edhe kur ka ardhur me ushtru me mua, më ka thonë, po du mi, a ma propozon me marrë për shembull Ozempikun, i kom thonë jo. Unë jam kundër çdo gjaje që është stimulus edhe ka anë shumë negative të klienti, sepse nështë sot, ti asnjë problem nuk vjen sot për sot. Do më thonë është ati sot kemi hup që ato pesh, kemi hup që ato kilogram, po që ato kilogram të humbëna nuk janë e gjitha vjam që au hek, largon ujë për trupit, një shumë keq, bën diçka kundër natyrës trupit, që është i krijuar trupi me funksionu, edhe i thëmë nëse të ka vyt kohë me shtu 20 kila për një vjet, në shtatë vynë kohë dhe 20 kila me hek për një vjet. Të më thonë, nuk mund është me shty trupin me bo diçka me zërë, edhe nuk i përkroj asë një herë këto seni, jem kundër çdo seni që ekziston kështu. Unë i kam edhe klienti që thëtë kalëzëm në i sen që ka me marë, me arrit ma shpejt, unë i thëmë që asë kom provu vetë, as ty s'ta propozoj, kështu që këto gjana Ozempiku e shumë suplemente në për banatore që shiten në mënyrë ilegale, unë si përkroj asë një herë. Edhe asë ata trenera që japin klientave stimulus me aurit performancën në mënyrë jo natyrale, nuk janë të mira dhe i kësha thonë njerëzve me pas kujdes, me kanë ushtrojnë edhe që ka marin. Të pakten me sërqirat, me ledzu, që ka do që dikosh propozën. A ka raste që nështë ta e propozën vetë trajniri për me marrë një sen t'il? Ka, sidomos te meshkujt ndodhë shumë shpesh kjo, se ka dhe pre aty në moshkëve që vetë lypin e i thojnë trajnerit, po du diçka me pas progres pak ma shpejt, edhe normalisht trajnera i me zërë së të shtenë me bo kur gju, ama nuk është e mirë. Nuk është e mirë se gjithë sen ka anë negative, në anën psiqike, sidomos, në anën të pjesa hormonale, nëse e ki një smundjet vogël, qka do që ki në trup, e rrit. Do më thonë rrit gishta, rrit flok, ki ndryshime në pjesë trupit, do më thonë të pamenume, pse mi abo trupi që atë sen, ti, kur i ki njetë normale, do në me jetu vish healthy edhe mënyrë vitale, pse me marrë gjana tila. Në tjetër është puna e garuzve, që për me nështë atë do në stimulus, se trupi shkon deri me një limit, edhe normalisht që ata e kanë esencën me dole me pas paraqiti sa ma të mirë skenike, po për shkak një njeri që e bën jetë shumë normale, pse me marrë gjana tila. Më do këtë me një mesazh të mire e krytëm intervistën, unë vëdu me të falindru shumë që e kënë sëtë moment, edhe shiova shumë, edhe knacis shumë e madhe që të pata asat këto. Faleminderit shumë joni prej te, pa shumë knaqqa. A me bota shumë në najfarë kësi premtimi publik që këmë këtu në fitness, ajo? Valla po. Së bëjmë o premtime publike, këmë bota që këmë marrë lejen vitin e kalumë se këmë marrë. Vesh premtoj vetës, mësëm premtoj mu, premtoj vetës. Premtimi ma vilë bëja vetës, kështë që gjenë kohën, e di që gjenë kohën,
edhe kime gjetë. Vërtet. Kështu që shihemi shumë shpejt. Faleminderit Gris që ki ardhur dhe faleminderit për kohën. Faleminderit Do shikues ka ca i përket kësaj pjese, por shkutemi për pak edhe rikthehemi sërish me pjesën tjetër të